Mashkull ideal për mu, po nashta edhe s'ka bre, ma se s'kom gjetë dhe i shtash më të di. Kështu që po presim. Po presim me gjetë. Më përshkru, paka shumë pika të shkurtra. Po, kujtimi ma i keq është që i kom hup 2 print edhe nuk kisha pas shef në 2026 me përjetu edhe naj humbje familjare. Kështu që... Hajtë pole. Mirë ti? Mirë, faleminderit, jemi për emisionin 05, prej nga erdhe. Unë am prisha ngaj, valla. Që shkalove? Mirë, veç s'm kanë ardhur kufira. Jo, Pse që qëra ndodh neve, se s'kanë ardhur, kanë gabu nejse. Në rregull, unë jam këtu sot për pyetjen, cili është kujtimi më i bukur nga viti 2025 për ty? Për Nurin këtë rast. Për 2025 ka shumë bre, shumë kujtime. 2 ose 3 për shikuesit e emisionit 05. Dy- Që ja vlen, jo përmend. 2 ose 3, okej, që kom pas sukses në punë, e para. E dyta, që e kom ble keren, është seni ma i mirë. Çka tjetër? Tjetër, adin që amë rëndësi që e kom shnetën e mirë. Shkjo është. Ma e mira kjo. Kështu që... Përsa diçka që s'kishe dashur me të përcjell në vitin 2026 çka? Se kujtimi më i keq. Po, kujtimi ma i keq është që i kom hup 2 print edhe nuk kisha pas shef në 2026 me përjetu edhe naj humbje familjare. Kështu që kjo është seni ma... Ashtu, për fund a ke një përshëndetje, një urem për gjithë shqiptarët që po e shohin këtë video. Po, unë ju uroj një fest për vitin e ri, inshallah krejt festojnë, janë të lumtur, e kanë shëndetin që shtash ma herët, edhe adin qysh, le t'i dojmë njerës edhe t'a shijojmë jetën se njëherë s'kena metu gjithë. E thash për fond mirë, po besoj gjithë audienca po e pret pyetjen, cili është mashkulli ideal për Nurin? Mashkull ideal për mu, po nashta edhe s'ka bre, ma se s'kom gjetë dhe i shtash më të di. Kështu që po presim. Po presim me gjetë. Më përshkru, paka shumë pika të shkurtra. Nëse s'don, firoj. Qëre, më rëndësi me ka njeri mirë, njeri familjar, edhe njeri që dhe me më respektu mu, që kjo është mashkull ideal për mu. Faleminderit shumë, kënaqësi t'u taku. Kalofsh mirë, ciao.